Çka duhet të bëjë shteti urgjentisht në rastin e Samit Kurteshit? Jeni media kriminale të vrasësve me pagesë. Kjo është fjalia që nxori nga goja Kurteshi vetëvendosjes, përfaqësuesi kësaj partie në KQZ, drejtuar gazetarës së Gazetës Nacionale. Për këtë akuzë, fyrje dhe ftesë për sulm ndaj gazetarëve, që na qenë kanë punëtor të vrasësve me pagesë, shteti ka në dorë të paktën 2 mekanizma. Shkarkim. Sami Kurteshi është antar i lëvizjes vetëvendosje në KQZ. Kryesuesin dhe antarët atë mund t'i shkarkoj presidenti i vendit sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Konkretisht, neni 61 i këtij ligji me titullin Mandati dhe emërimi i antarëve në KQZ e rregullon këtë çështje. Atë në paragrafin 7 të këtij neni thuhet: mandati i kryesuesit të KQZ-s apo cilit do antar të KQZ-s mund të ndërpritet përmes dorëheqjes ose nga presidenti i Kosovës me efekt të menjëhershëm. D. Prokuroria. Prokuroria e shtetit sipas detyrës zyrtare apo siç njihet në terma juridik ex officio në këso raste duhet të veprojë shpejt. Pse? Akuza e Kurteshit është shumë e rëndë. Media kriminale e vrasësve me pagesë. A nuk do të ishte në interes të drejtësisë dhe të opinionit publik që të gjendej ky vrasësi me pagesë. Tjetra, rrezikimi ndaj gazetarëve të Gazetës Nacionale. Nëse një akuzë e tillë që vjen nga një përfaqësues i partisë në pushtet në organin kryesor për zgjedhjen në vend e jemi në kohë post-zgjedhore dhe lihet kështu në mjegull, ka rrezik të përbëjë bazë të mjaftueshme për militantët partijak që të sulmojnë gazetarët, siç ka raste të ndryshme në botë që pas një ftese të tillë gazetarët edhe janë vrarë. Çka tha sot Sami Kurteshi? Gazeta Nacionale ka përcjell sot procesin e rinumërimit të votave me post, përkatësisht disa kuti të tilla ku në qendrën e numërimit veç tjerave ishte edhe zyrtari i vetëvendosjes në KQZ Sami Kurteshi. Ky i fundit pyeti gazetarët se pse po e përcjellnin. Pse po mbeni nga mbrapa, a më keni ardhur me përcjell mua, thoshte Kurteshi. Qëllimi juaj është të bëj tituj kriminal për vetëvendosjen, media kriminale që ka qëllime kriminale. Ju pse jeni këtu? A mendoni se jeni të bë presion të vazhdueshëm? Pyeste Kurteshi gazetarin e Nacionales. Për më shumë ndiqni videon që kemi shpërndar pak më herë. Ju jeni media kriminale të vrasësve me pagesë, sikur që shoshtë, cilës jeti? Jam prej Gazetës Nacionale. Nacionale, jo so gazetë. Jeni të instruktum prej një kriminali që është vrasës i njerëzve këtu. Është përbaltës edhe është ndihmës i vrasësve me pagesë. Kaq për juve.